Janë kompetencat kryesore që zyra të cilën udhëheqni ju e luan në raport edhe me qytetarët, por edhe me institucionet e Republikës Kosovës. Komisioneri zgjedhen nga Kuvendi i Republikës Kosovës në një procedurë jo të lehtë, domethënë kërkon 61 vota të deputatëve, një konsensus për të vetmin qëllim që është pavarësia e institucionit. Fushëveprimtaria e agjencisë shtrihet në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për qasjen e dokumente publike dhe ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Të dyja këto ligje tashmë janë bazë e njëjtë me direktivat e Bashkimit Evropian, që do të thotë që edhe standardet tashmë të krijuara janë standarde të nivelit evropian. Dhe kjo na bën që ne si agjenci edhe ta ruajmë këtë pavarësi që e kemi edhe me ligj, por edhe t'i arrijmë, t'i plotësojmë kërkesat e qytetarëve tanë, po para gjithashtu t'i mbrojmë të drejtat e qytetarëve tanë, ashtu siç mbrojmë të drejtat e qytetarëve evropian.